Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për 3 vitet e ardhshme do të drejtohet nga Klodian Braho. Prokurori Klodian Braho mori sot zyrtarisht detyrën nga paraardhësi i tij, Altin Tumani, në një ceremoni të zhvilluar brenda ambienteve të SPAK. Gjatë fjalës së tij, Tumani uroi suksese Brahos, duke shprehur besimin se ai do të vijojë punën në forcimin e strukturës së posaçme antikorrupsion. Mandatin e tij në krye të SPAK, Tumani cilësoi si një ndër kapitujt më sfidues të karrierës së tij, ndërsa Klodian Braho falenderoi të dy paraardhësit për punën e kryer, Dumani dhe Arben Krajën. Braho shpreh se misioni i tij në këtë mandat 3 vjeçar në krye të SPAK do të vazhdojë të mbetet të respektimi i ligjit me rigorozitet, teksa shtoi se misioni i SPAK është më i rëndësishëm se sa një mandat individual. Braho zgjodh në krye të SPAK-ut për një mandat 3 vjeçar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë gjatë seancës maraton të 11 dhjetorit. Ai u votua nga 7 anëtarë të KLP-s, duke siguruar shumicën e nevojshme për të marrë drejtimin e këtij institucioni.